Se çfarë do të ndodhte sikur në drurin e ullirit me të cilin do të krijohet mobilja të fshihet një krimb, flutura e vogël do ta haj pak nga pak derën e garderobës dhe do ta lër çiftin pa gjumë disa vjet. Është aq nervozuese ajo gër. E njëjta gjë do të ndodhte me muret e pallatit edhe sikur 200 metra atje. Një masë inerte balta, një gjë tjetër të lihet brenda gigantit, ai një ditë do të anohej për nga balta. Kështu do të ndodhte edhe me gjyshin që do të kryesojë gjykatësia Elsa Ulliri ndaj korrupsionit Berisha & Co. Gjithë përralla që kemi përpara nis me grup fjalëshin se çfarë do të ndodh, është e pamundur të mos ndodhë gjë. Që të mos ndodhë gjëja e keqe, duhet që menjëherë gjykatësia Ullirit t'jap dorëheqjen. Rruga pas kësaj është tjetër gjë. Zonjën Ulliri, një gjykatëse e re dhe sigurisht e zonja përderisa është përzgjedhur për një gjykatë speciale, që dje kur u hodh shorti i gjyqit të Sali Berishës e kanë të gjithë në bisedë. Shkaku i parë i bisedës, që në fakt quhet dyshim ndaj drejtësisë dhe jo një bisedë dosido, është ky. Gjyqtarja Ulliri është njëri i afërt me deputetën e Berishës Andia Ulliri, domethënë afër me Berishën. Mirë, po vetëm lidhja e afërt mes Elsas dhe Andias nuk është i vetmi shkak pse Elsa duhet të lëshojë armët e të marrë punë tjetër, se çfarë do të ndodhte sipas ligjit të procedurës penale. Po dëgjoj plot njerëz që marrin mbarë mbrapsht paragrafet herë 15, herë 16, herë 17. Disa kanë qasje të çuditshme me ligjin. Mundësisht e duan që ligji të ketë thënë Elsa kushërira e Andias t'jap dorëheqjen, por nuk lexohet kështu ligji. Ligji është doktrinë, është moral, është kodësjellje, jo thjesht shkronjë. Mund mos jetë fiks që të thotë më mirë shko Elsa, por e gjithë fryma ata kërkon këtë. Është njësoj si vjedhja e kalit të bardh. Fshati X ishte ngritur në këmbë pse dikush kishte vjedhur kalin, por një dhëndër i ri u pikas tek po vinte drejt fshatit hipur mbi kal të bardh. Jo biri tha dikush, zgjidh rrugë tjetër, jo nëpër fshatin X. Djaloshi u krenua dhe i tha se s'mund ta ndalonte, nuk të ndaloj biri tha, por në X kanë vjedhur mbrëm kalin e bardh dhe ti mbi kal të bardh kush ta beson? Ligji mund mos e ndaloj fjalë për fjalë, por Elsa nuk duhet kaloj nëpër fshatin X, si të thuash nëpër fshatin Nikël duhet jap dorëheqjen. Se çfarë ndodh pastaj? O humbo fiton në gjyq Berisha dhe kompania e tij e korruptuar s'ka shumë rëndësi. Rëndësi ka që goditet besimi ndaj drejtësisë. Ky besim me zor po rritet si bebe përballë barbarisë ligjore që ka kryer Sali Berisha. Tani vjen Elsa e thotë do ta mbaj un kalin e bardh. Nonsens. Në fund të fundit ky është ligji, domethënë është kuptimi e drejta e mundjes njerëzore, arsyetimi morali, përbashkimi që të mos kalosh me kal të bardh kur një kal i bardh është vjedhur në sherr. Se çfarë ndodh sikur Elsa të ndjek rrugën e Niklës për në provincën e Spakut. Tu nisin odise të tjera. E para ku shkon mendja e njerëzve është nami i keq i Niklës si fshat me plot krime, jo se Elsa ka të bëjë, jo fare. Por për habin e njerëzve aty ku kishte më shumë krim, aty pas ka edhe më shumë gjykatës e ligjvënës të shkëlqyer, pak si paradoks por i bukur. Se çfarë ka ndodhur aty? Aty ka ndodhur krimi i parë kundër një biznesmeni vitin 95, Abaz Ulliri, gjyshi i vajzave tani në piedestal, është vrarë në kushte misterioze. As sot e kësaj dite nuk është zbardhur, siç thon gazetarët e Kronikës. A do ta zbardh Mbesa, do të kthehet kjo në një Giovanni Falcone, gjykatësi që u vra vetëm 3 vjet para Ullirit? Po e bëri këtë, Mbesa do të trazoj Niklën dhe ndoshta Tiranën. Po se bëri do t'i thon, po ti nuk e gjykove kohën e Berishës për gjyshin tënd, tani gjykon Berishën. Punë e ngatruar, se çfarë ka ndodhur atëherë? Nuk ka ndodhur vetëm vrasja, por edhe afrimi shumë i madh i Berishës me familjen Ulliri. Në ato vite dëgjonim vetëm lajme se Berisha në familjen Ulliri të Niklës e përsëritej. Siç edhe në familjen e Azem Ajdarit e ca të tjerëve, lidhjet e Berishës me viktimat gjithnjë kanë një prapaskena. Duhet vallë tani që prapaskena ata gjykojnë të korruptuarin Berisha & Co. Atëherë Elsa, në vend që të shërbej keq për drejtësinë, ka rastin të shërbej mirë për drejtësinë, se në fundit nuk jemi të vetëm në një ishull ku nuk ka gjykatës tjetër, për shembull si Robinson Crusoe.